Po shqyqoje, vetë për i për mundësia të bashkjetosh 2 vjetë, 3 vjetë, 4 vjetë, të gjeni të i për të rastin me përshtatshëm e flokë. Ndohet. Edhe s'ka kufar obligime, kurorë s'ka. Ka bashkjetu, faktisht aja është dashnore. Mi jemi për emisionin 05, prej nga jeni? Shatë të tërnë, Frezaj, komuna Frezaj. Në regull, ndërun pyetja që kam për sot. Cila është mosha ideale për martesë? Mosha ideale për martesë është 25-30. 25 deri në 30. Pse? Edhe a vlen kjo moshë për të dyja gjinit? Mendoj se po. Pse është mosha ideale kjo 25? Barojnë studimet, moshën 25, 25-30 më stabilizohet me punë, edhe është mendoj se ku më ideale për me kriju familje. Në rregull, a ke një mesazh për çiftet e reja? Ose një këshill, një sugjerim, çka do të thotë? Mos të hezitojnë, të marrin gjatë, se martesën të bojnë bashkëpunim me familjen, jo kryen vetë. Pra të përdojnë, ka shumë divorce, bashkjetesa është, për momentin, jo mendimi qëllumë, po keq përdoret. Po keq përdoret. Nga kush po keq përdoret? Edhe si? Nga dy palët, si nga gjenia febrore, si nga ja febrore. Si po keq përdoret? Në çfarë aspekti? Po shqyqoje, vetë për i për mundësia të bashkjetosh 2 vjetë, 3 vjetë, 4 vjetë, të gjeni të i për të rastin me përshtatshëm e flokë. Ndohet. Edhe s'ka kufar obligime, kurorë s'ka. Ka bashkjetu, faktisht aja është dashnore. Se s'është e fijume. Nëse bashkjeton me dikën, ti po thu që e ki dashnore ose dashnore? Po, të ne endë është bashkjetesa jo në atë nivelin për përëndimit. Përëndim, bashkjetesa ose bashkjotja që shoqet të rejtohet. Dërsa të ne është diçka tjetër. Në rregull, a the që po ka dhe shumë divorce. Shumë. Po i shtyn, çiftet e reja aty. Po hezitojnë, pa menduar. Po shkojnë vetëm anën fizike, anën estetike, bukurien, pa unë me analizua, përputhen tiparet. Është niveli shkollimit, niveli kulturës, e pastaj aja është finishim martesa. Na falem 2-3 minuta për këtë temë. Po nëse të pëson e ty, ti në cilën moshë je martu? Moshën 24 vjeçare. 24, do me thonë ti një vjetë ma herët se që e ke mendu. Po ashtë E ke mendu e ke planifiku gjithmonë atë moshë? Atëherë ka qenë ideale, për atëherë po qasim për moshën para 50 vjetë. Ashtu. Ndërum, falenderoj shumë, kënaqësi që u takum. Gjithë mirat, Gjithashtu. kaloni mirë dhe ju.